Rikthehemi sërish në transmetim të drejt për drejt. Në këtë pjesë të dytë do të flasim për një temë krejt tjetër. Do të flasim për negociatat intensive që janë zhvilluar në Gjenevë, ku tradicionalisht janë zhvilluar pothuajse gjithë negociatat e paqes si gjatë shekullit kaluar edhe tani në shekullin e 21. Negociatat që u zhvilluan këtë fundjavë mes sekretarit shtetit Marco Rubio dhe të dërguarve përfaqësuesve të presidentit Zelenski, të cilët po negocionin një plan paqe të propozuar nga amerikanët. Një plan paqe që pretendohet të jap fund luftës në mes Rusisë dhe Ukrainës, por një plan që u kundërshtua si nga Zelenski, i cili shpalli pa dakordsinë e tij, ndërkohë që u konsiderua mos mirënjohës nga presidenti Donald Trump. Gjithashtu pakënaqësi të theksuara u shfaqen edhe në kancelarit më të mëdha të evropiane, të cilat përmes Brukselit paraqiten dhe ato një plan paqeje, të cilat gjithashtu u diskutuan në ditën e djeshme dhe sot në Gjenevë. Regjia, ju lutem para se të prezantoj të ftuarit, të dyja planet, këtu kemi planin, pikat kryesore të planit amerikan, i cili, si pas këti plani, Krimea, Luhansku dhe Donetsku do të njihen si de facto ruse. Pra, kemi një ndryshim të kufive të njohura botërisht të Ukrainës. Khersoni dhe Zaporizhia do të ngrihen për gjatë vijës së kontaktit, që nuk kuptojnë njohje de facto për gjatë asaj vije. Rusia do të heqë dorë nga territoret e tjera të dakorduara që ajo kontrollon jashtë 5 rajoneve. Forcat ukrainase do të rriqen nga pjesa e oblastit të Donetskut, që aktualisht kontrollojnë, dhe kjo zonë tërheqje do të konsiderohet një zonë neutrale e demilitarizuar, e njohur ndërkombëtarisht si territor që i përket Federatës Ruse. Forcat ruse nuk do të hyjnë në këtë zonë të demilitarizuar, pasi të bien dakord për rregullime territoriale të ardhshme si Federata Ruse. Ashtu dhe Ukraina angazhohen të mos i ndryshojnë ato me forcë. Çdo garanci sigurie nuk do të zbatohet në rast të shkeljes së këtij angazhimi. Dhe vazhdojnë, janë 28 pika të planit amerikan, ku më të debatueshmet ishin ajo ku që kemi ndryshim të kufive, Ukraina dorëzon Donetskun dhe një pjesë të madhe të Donbasit, si dhe heq dorë nga kërkesa për të antarësuar në NATO. Ndërkohë, regjia, ju lutem planin evropian. Tek plani evropian kemi jepen garanci për sovranitetin dhe sigurinë e Ukrainës. Pra mbrohet tërësia territoriale e Ukrainës dhe gjithashtu shtetet garancuese do të jenë një grupim ad hoc i vendeve evropiane dhe jo prapë evropiane që dëshirojnë të përfshihen. Ukraina është e lirë të vendosë për praninë, armët dhe operacionet e forcave miqësore të ftuara nga qeveria ukrainase në territorin e saj. Si dhe antarësimi i Ukrainës në NATO varet nga konsensusi brenda aleancës. Pra, një qëndrim diametralisht i kundërt nga ai amerikan për këto dy pika. Tërësia territoriale dhe kërkesa për të antarësuar në NATO, çka ishte dhe shkaku, ose le të themi casus belli, ose preteksi që patëm një sulm në 4 vite më parë të Rusisë ndaj Ukrainës. Sot u zhvilluan, përfundoi ky raund negociatash, sipas prestigjozes Financial Times, u tha që kanë rënë dakord që t'i parafrojnë të dy këto plane dhe në negociatat mes Rubios dhe të dërguarit të Zelenskit u vendos që për çështjet më sensitive të vendoset në një takim mes Trumpit dhe Zelenskit. Pra është ajo territori dhe NATO. Për këtë do të flasim sot në këtë pjesë të dytë dhe të ftuarit e mi në këtë pjesë të dytë janë ish ministri i jashtëm Zoti Edmond Panariti, profesor Mimbrëma, kënaqësi që jeni te Pyetjet. Faleminderit profesor. Një nga ekspertët më të mirë ushtarak në Shqipëri, Zoti Artur Meçollari, Mimbrëma. Mimbrëma. Dhe kolegu im i njohur, Zoti Elton Medaj. Elton, Mimbrëma. Mimbrëma, faleminderit. Cilat janë më të rehat më të fundit? E ke
Ka arritur të kuptosh ose të lexosh në një agjenci cilat janë zhvillimet, u arrit në një dakordsi? Ti sot e prezantove 2 planet të cilat janë përpara bisedimeve të Gjenevës dhe sigurisht mbi ato dokumenta duket që është avancuar dhe është përpunuar shumë. Duket që tjetë arritur një konsensus për t'i paksuar disa pikat planit amerikan. Amerikanët duke kanë pranuar planin europian si pjesë të tryezës së diskutimit, por thjesht si një opsion të qëndrimit europian të bashkuar me Ukrainën. Dhe duket këtë një dakordsi të paktën nga takimi i Gjenevës për një plan deri me 19 pika, duke i paksuar disa prej pikave që parashikonte projekti fillestar për 28 pikash. Por sidoqoftë do t'i mbetet takimit të pritshëm me zotit Trump dhe zotit Zelenski në Shtëpinë e Bardhë për të përcaktuar çështjet kryesore, të cilat mbeten 3: çështja e territoreve, çështja e forcës ushtarake të Ukrainës, pra numrit të saj do të jetë apo jo 600.000, 800.000 apo do të ketë është dhe kjo një nga pikat. pajisje ushtarake të sofistikuara ose jo, ku do t'i vendosë avionët ushtarak në Ukrainë ose në Poloni, pra çfarë ushtrie do të ketë Ukraina e post-luftës. Dhe pika e tretë, siç e thatë edhe ju, që është çështja e NATO-s. Megjithatë, pika e parë dhe kyçe ku gjithçka vërtetet është çështja e territoreve. Do të pranohet parimi që duhet lëshuar territor për paqe ose jo. Në rast se do pranohet ky parim, jemi në një terren tërësisht tjetër dhe besoj unë që negociatat futen në një terren humbus për Ukrainën. Në rast se do të ketë sidoqoftë zgjidhje qoftë afatgjata, por që ruajnë në një farë mënyrë kufirin aktual, qoftë dhe simbolikisht të Ukrainës, duke fituar kohë, dhe kur flasim për kohë, flasim për dekada kohë, mbetet të shkohet dhe ruhet pak a shumë parimi që në mënyrë të qartë kuptohet që agresori nuk mund të marrë territor të certifikuar me marrëveshje paqe në rast se ka pushtuar një territor. Dhe në këtë pikë do të besoj unë që do të ketë një diskutim të fortë me zotin Zelenski dhe zotin Trump, nga ana tjetër ka një pikë pyetje të madhe që është ende e paqartë taktika e negociatave të SBA-s. Pra ne dim planin e paqes, por nuk dim taktikën e negociatave. Pra në shkuptim. Dhe ne kemi parë domun që policin e mirë e bën sekretari i shtetit, policin e keq e bën presidenti. Në Gjenevë ka qenë dhe dhëndri i zotit Trump, ndonse jo në qendër të tryezës, ndërkohë që pjesa e sigurisë nuk është preferuar që të hyjë sekretari i mbrojtjes, por është marrë sekretari i veteranëve, një mik shkolle i zotit Vance. Pra ka një taktik negociatash si ende të pakuptueshme dhe gjithashtu është e paqartë pjesa në çfarë raporti projekti i ri i negociuar në Gjenevë dhe një projekt ndoshta final që mund të dalë nga takimi Trump-Zelenski do të shkojnë në Moskë. Në çfarë kuptimi? Që do të jetë dhe një projekt i ndryshueshëm nga Moska sërish apo do të ketë një diskutim apo një raund tjetër. Sidoqoftë është krejt e qartë që palët kanë refuzuar të jenë përballë njëra tjetrës. Pra është duke bërë SBA-ja negociatorin dhe postierin e planeve të paqes, sepse palët kanë refuzuar që Putin dhe Zelenski të jenë bashkë një tryezë, patën deri më sot. Pra mbetet shikohet e taktika e negociatave. Brendia është fare e qartë deri tani me disa rregullime që duhet të jenë bërë planet, që mbetet për të zbardhur, por taktikën që SBA-ja po ndjek për të negociuar ne kemi ende të paqartë, po të kujtojmë edhe faktin që negociatori apo i dërguari tipik i krizës së Ukrainës ka qenë i generali Kellogg, një personazh shumë i afërt me zotin Zelenski dhe me qasjen e Ukrainës. Ai është spostuar nga këto zhvillime dhe sërish pjesë e planit është bërë zoti Witkoff që ka qenë një dërguar special në fakt për linjën e mesme fillimisht. Pra ka disa dinamika të brendshme që ku dhe vetë taktika negociatave. Zoti Witkoff ishte i dërguari i posaçëm që bëri planin e paqes në Gaza. Po, ishte dyshja Witkoff-Kushner që bëri gjithë negociatat apo mbikëqyri dhe ndihmoi gjithë negociatat e paqes. Ndërkohë që zoti Kellogg, një ish general i njohur, ka qenë i përfshirë tek çështja e Ukrainës, por është akuzuar gjithmonë për qëndrime pro-Ukrainës. Ai tashmë që është qartësisht i spostuar, nuk ka qenë as pjesë e takimit të Gjenevës. Zoti Rubio deklarohet që është përfshirë disi vonë dhe në këtë plan të paqes, pra ka raportime edhe nga shtypja ndërkombëtare që zoti Rubio nuk ka qenë prej fazës parë kur është draftuar projekti me 28 pika pjesë e tij. Kështu që ka disa dinamika që thash mbeten shumë interesante për të kuptuar dhe taktikën e negociatave si do të shkohet deri tek një miratim i mundshëm. Duhet të mbajmë parasysh që kur negociohet ka shumë rëndësi edhe që të mos të mbetet topi në këmbë. Pra në rast se do të thuash jo, është mirë që ta gjesh mënyrën se si thua jo, që ta bësh kundërshtarin tënd që të thotë jo. Sepse në rast se do të ngelet topi në fushën tënde do të jetë shumë e vështirë. Do dalim tek situata që thoshte Zelenski ditën e parë, ose do lëshojmë dinjitet, ose do mbasim një mik si SBA-ja.
Profesor, përveç vullnetit mirë, ka ndonjë shpresë se këto negociata mundet të arrijnë rezultat? Po nuk mendoj se ka rrugë tjetër përveç negociatave për të mbyllur një konflikt i cili duhet ishte parandaluar që në prill të vitit 2022. Atëherë ku të dy palët ishin ulur në Stamboll dhe po punonin për një marrëveshje të negociuar dhe madje shumë pika të kësaj marrëveshje, të asaj marrëveshje të dështuara, po tentohen të riaktivizohen në kuadrin e 3 marrëveshjeve që 3 drafteve që po qarkullojnë. Nëse kujtohet në prill të 2022-shit, kushti kryesor ishte neutraliteti i Ukrainës dhe për çështjen e oblasteve të Donetskut u la që të diskutoheshin në një fazë më vonshme statusi i tyre. Por besoj se e dini që Perëndimi bëri një miskalkulim strategjik, zgjodhi rrugën tjetër, padyshim ne të gjitha kemi përkrahur të rrugë, se bëshe fjalë për një agresion brutal ndaj një shteti të pavarur, por koha tregoi që ishte një miskalkulim strategjik për arsye sepse e para punës kjo rezistencë, kjo mbështetje e Ukrainës me armatime dhe me mbështetje logjistike dhe shumë plançe, llogariteshe mbi premisën e dobësimit të Rusisë nëpërmjet mekanizmit të sanksioneve dhe fondeve që do të jepeshin nga Bashkimi Evropian, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të bërë të mundur që të forcohej kapaciteti ushtarak i Ukrainës për të përballuar agresionin rus. Çfarë ndodhi? Ajo që nuk e prisnim, pati një ridimensionim të aleancave të Rusisë, mori hovë BRICS-i, u krijuan pakte të rëndësishme me Kinën, marrëveshje strukturore energjetike. Një rendiri botror po përvijohet? Një rendir dhe padyshim Amerika nuk mund të lejojë këtë. Nuk mund të lejojë konsolidimin e një aleance midis Rusisë edhe Kinës, po kështu dhe fuqizimin e BRICS-it, cili në një farë mënyrë u incentivua, u katalizua nga luftra e Ukrainës. Dhe ajo që për fat keq rezultoi si një fakt ishte që sankcionet ndaj Rusisë nuk patën atë efekt pritshëm. Sanksioni me naftën ruse rezultoi në një farë mënyrë kundërproduktiv, sepse Trumpi pasi e konsideroi ja shiti Indis naftën, nafta ja shiti Bashkimit Evropian. Pra, e anashkaloi dhe Trumpi. Dhe prandaj tash jemi kthyer në real politik. Tash jemi në real politik dhe është ajo aforizmi që më mirë pra nuk ka luftë të mirë dhe paqe të keqe. Pra duhet nëpërmjet negociatave të arrihet paqe. Unë mendoj që Shtetet e Bashkuara, të gjitha aktorët janë të interesuar për ta mbyllur, absolutisht. Por secili sipas modalitetit të tij. Rusia kërkon që ta bëjë de facto aneksimin, ta ligjërojë aneksimin e Donetskut dhe zotërimin e gati 20% të territoreve Ukrainase. Siç thash, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të interesuar të mbyllet patjetër kjo vatër, për arsye sepse kjo ka bërë të mundur konsolidimin e aleancave për të cilët Amerika është e shqetësuar, pra krijimin e boshtit Kinë, Rusi, BRICS, dhe ajo që më bëri përshtypje që ju nuk e përmendët, por është shumë e rëndësishme, përveç planit evropian, ka dhe një element të rëndësishëm që shtua Rusia të jetë pjesë e G8-s. Po. Tani kjo është shumë domethënëse, sepse praktikisht Rusia ishte përjashtuar nga G8-a që kur pushtoi Krimen. Po. Pra duket që Bashkimi Evropian e ka ndryshuar qëndrimin ndaj Rusisë. Pra në një farë mënyrë po i ofron karrotën, po tenton ta përfshijë dhe Rusinë si pjesë të arkitekturës. BE-ja ka dalë kundër. Kancelari Merz është shprehur kundër kësaj pike. Pra rifutjes. Pra doli që uftua. Propozimi amerikan po ashtu është, por pra kjo nuk dihet nëse është sugjerim amerikan apo është iniciativë evropiane, po është fakt që kemi një lëvizje drejt ftimit të Rusisë në këtë mekanizëm. Pra janë shumë gjëra që po lëvizin dhe padyshim ajo që unë
shikoj si një dilemë të madhe, do thoya një pozicion shumë vështirë të Ukrainës, e cila tashmë është apo nën presionin e ndryshimeve të madhore gjeopolitike. Pra një shtet si Ukraina nuk e ka fuqinë që të shkojnë ndesh interesave të mëdha gjeostrategjike. Prandaj dhe fati i saj, që normalisht duhet ishte, si thuaç, atribut dhe vendosmëri e vetë popullit dhe përfaqësuesve të Ukrainës, duhet që po lëvizet në përtureza të tjera që janë jashtë Ukrainës. Megjithatë, të shohim, plani evropian kërkon pra takimi i Gjenevës, që quhet rafinim i planit amerikano-rus, do shohim se çfarë do prodhojë dhe sa do integrohet në këtë plan edhe plani evropian, pra se janë 3 mekanizma. Dhe nëse kjo pastaj do të pranohet nga Rusia, sepse Rusia praktikisht ka treguar interes vetëm për planin amerikan. Pra sepse me atë ky plan është produkti i negociatave që u bën alas. E negocimit të një paqe të mundshme. Ndërkohë, nuk është shprehur madje për planin europian ka thënë që nuk e ka pranuar fare, dhe tashmë po shikojmë se çdo prodhoi rafinimi në Gjenevë, se kështu quhet refinement i planit amerikan, i cili tashmë është reduktuar në 14 pika. Dhe do shohim tash nëse kjo do të jetë element që mund të vënë në lëvizje mekanizmin e një paqe të negociuar. Por ajo që është kryesore dhe unë bie dakord në radhë parë duhet ndalohen luftimet, sepse pa ndaluar luftimet do të jetë vështirë që të vijnë lëviz mekanizmat e arritjes së një marrëveshje. Zoti Meçollari, sado genial të jenë diplomatët, sado të talentuar të jenë, në analistë të fundit ata certifikojnë situatën e vendosjes së trupave në terren. Cila është dinamika e luftimeve në terren? Regjia, ju lutem nxirrni hartën e Ukrainës. Është që Rusia ka patur avantazhe të karakterit taktik. Duhet të kuptojmë një gjë, sepse në fakt është duke avancuar, duke marrë territor. E kuptoj. Lufta zhvillohet në 3 nivele. Në nivel taktik, operativ dhe strategjik. Po flasi për veprimet në nivelit taktik. Nga pikpamja strategjike ka zotron 20% territori dhe ky është fakt. E kupton? Kurse veprimet që po kryen janë veprimet në nivelit taktik. Është duke marrë territoret të cilat të përkasin republikave që ajo... Mund t'i ilustrojmë në hartë, lutem, mund të më qosh, lutem? Jemi brenda veprimet, janë duke kërkuar brenda republikave, siç është Donjecku. Po. Pra, brenda Republikës Donjecku, sepse nuk e zotrojnë të gjithë territorin. 17% territori Donjeckut nuk e zotron Rusia, nuk e ka nën kontroll. Ose në Zaporizhia, përsëri nuk e ka të gjithë në kontroll. Këto janë 2 veprimet luftërake kryesore që po kryen, pra ato lloj xhepash, të cilat nuk e ka marrë brenda territorit. Mundet ta vizatosh, ta tregosh në hartë çka kërkon, çka kërkohet nga ky plan. Këtë territor këtu dhe këtu. Pra këtu ka një xhep të pa kontrolluar, të pa pushtuar, që është pjesë e Republikës së Donjeckut. Pra Donjeckun ka pushtuar vetëm 83%. Pra përveç këtyre që ka pushtuar, kërkon të marrë edhe këto që janë me Po pra po këto nga pikpamja administrative janë pjesë e këtij territori. Pra në një farë mënyre po tenton të kompletoj të 4 republikat në 100% të territorit. Kjo është që po pra kërkon pse, sepse në fakt duke hyrë në negociata, kuptoj të forcojnë pozicionin në qoftë se ti i ke marrë të gjitha këto territore. Pra hyrë në pozicion. Shikoj, negociatat zakonisht kryen në një moment caktuar kur palët kanë raporte të caktuar forcash. Dhe kthehemi te pyetja që bëre. Është momenti për të negociuar tani? Ka një ajo që ushtarakët e NATO-s e quajnë atride. Jo, sot është gjendje atride, njerëzit kanë një nxitim për paqe. Ka një nxitim të madh për paqe. Po Rusia ka nxitim për paqe? Si evolit në këtë situatë të re? Rusia ka nxitim. Sepse Rusia nuk kërkon armë pushim, kërkon paqe. Pra kërkon një plan paqe, jo armë pushim. Për Ukrainën sot është e rëndësishme një armë pushim. Pra armë pushim do të ngri kufiri ose vija e luftimit aty ku është. Dhe palët nuk luftojnë më për një periudhë caktuar. Kjo bëhet për arsye, zakonisht armë pushimi bëhet për arsye humanitare,
por bëhet edhe për zhvilluar negociatat. Pra, për zhvilluar negociata, që këto negociata që ne pretendojmë të paqes të mos zhvillohen në kushtet e luftimit, por në kushtet e një anëpushimi. Dhe po të shikojmë në të gjithë historinë, Rusia ka qenë dakord sa herë presidenti Trump ka paraqitur plan paqe, por nuk ka qenë dakord kur ai ka propozuar anëpushim, siç është Alaska. Në Alaska, presidenti Trump përpara se të vende tha do arrim anëpushimin. Kur mbaroi takimi me Alaskën, nuk u arrit anëpushimi dhe nuk u arrit asnjë rezultat. Përse është kaq e rëndësishme Zaporizhzhia? Kjo këtu. Nga pikpamja ekonomike dhe energjetike, çfarë ka aty? Këto territore, këto hapësira janë hapësira ekonomike të rëndësishme, nga pikpamja e burimeve. Por kanë mineralet e rralla. Ku janë mineralet e rralla? Por nga pikpamja administrative janë të rëndësishme sepse ky është territor sipas Rusisë është territor i pavarur, është territor rus. Po. Atëre ky konsiderohet territori pushtuar, sipas teorisë ruse. Është territori pushtuar sepse është pjesë administrative e Donetskut, por kontrollohet nga Ukraina. Pra në këtë mënyrë, por duke pasur parasysh që sa më presioni për negociata, për paqe. Se krijohet një konfuzion shumë i madh nga momenti që kishte aneksimin. Gjithë kjo pjesa me Krimea fillim dhe pastaj gjithë kjo pjesa këtu që u aneksua. Nuk është edhe njerë. Që u shpallën Republika edhe pastaj do nxori dekretin Putini që aneksoi. Ka një problem. Ja ta dëgjoj pyetjen, lutem. Tani nga pikpamja ushtarake, nga kjo vije vendosur në mënyrë të përdhunshme që bën rusët, situata si është, kush ka avancuar? Kanë avancuar Ukrainasit? Jo. Apo kanë avancuar rusët? Në këtë territor, këtu kanë avancuar rusët. Përtej këtyre republikave... Jo përtej, brenda republikave. Luftimet bëhen brenda territorit administrativ të republikave. Brenda territorit administrativ të 4 republikave. Po kryesisht të këtyre dyave që nuk janë pushtuara 100% nga Rusia. Po. Këtu bëhem, por thelbi qëndron. Pra Rusia në hapësirë puro Ukrainase nuk ka hyrë. Jo, kjo është territor Ukrainës. E kuptoj pyetjen, por sepse ka një keq kuptim, këto janë territore të pushtuara. Unë e kuptoj që janë shiko, duhet të kuptojmë. Të bëjmë marrëveshjen e fjalës. Po, pra, jemi dy dakord që janë të pushtuara, dakord. Të pushtuara nuk janë të aneksuara. Edhe një herë. Po. Janë territore të pushtuara, sepse nga pikpamja e drejtës ndërkombëtare janë pjesë integrale e shtetit të Ukrainës. Vazhdojnë të jenë, derisa të ketë një marrëveshje e cila i kalon këto territore, apo qoftë edhe një territor, Rusisë, ato quhen të pushtuara. Kur të arrihet një marrëveshje politike, atëherë ato nuk janë më pjesë integrale e Ukrainës. Duhet të kuptojmë që janë të pushtuara. Ky është fakt, por jo të aneksuara, jo të marra ligjërisht. Dhe gjithë loja është... Gjesë për termin, atëherë e bëm marrëveshjen e fjalës. Tani këto territore të pushtuara, kush ka avancuar gjatë 4 vjetëve të fundit? Si është situata në teren? Shiko, duhet të kuptojmë që dinamika ka qenë e tillë. Fillimisht, po marrim për shembull pjesën e Donetskut që është duke u pushtuar tani nga Rusia. Kjo ka qenë një herë pushtuar nga Rusia. Pra po të luftës. Po e rikthehet. U nga Ukraina dhe po ripushtohet përsëri nga Rusia. Pra fronti i luftës ka lëvizur në 4 vjetë, sidomos 6 muajt e parë, sepse forcat ruse vajtën deri në Kiev dhe pastaj u tërhoqën në territore, në këto 4 territore. Pra ka qenë e pushtuar vajtën deri në dyert e Kievit. Po, ka qenë e pushtuar i gjithë territori. Pra, sot jemi në kushtet që ata po tentojnë të pushtojnë të gjithë territorin administrativ të 4 republikave. Pra ta marrin të gjithë. Por thelbi qëndron që atë që thash që lufta përfundon me një akt politik. Okej, ullu të lutem. Dhe akti politik është marrëveshja. Çdo lloj lufte që kemi deri sot ka përfunduar me një akt politik, që mund të ketë qenë marrëveshja e Tokios, kapitullimi i Gjermanisë, kapitullimi i Italisë, apo lufte parbotrore, marrëveshja e Versajit. Qartë. Pra, në një farë mënyrë do një akt politik dhe Rusia, pa pasur këtë akt politik, jemi në kushtet e luftës. Derisa të ketë një akt politik, jemi në kushtet e luftës. Them të pyetja e parë. Thonë që intereson paqja. Ndërkohë, ka të tjerë që mund të thonë se bën sikur negocion, ndërkohë që
e shtyn gjithnjë më tutje vijën e pushtimit. Dhe nga një moment tjetër, në një konjunktur të tillë, le të themi ngre pazarin. Shiko, edhe një që t'jemi korekt, më thënë, Rusia sot ka interes për paqe, sepse kushtet e paqes i ka vendosur, qofte edhe me këtë draft. Drafti, i paraqitur nga administrata Trump, është një draft i cili ka dështuar në objektiva, ka dështuar në metodologjinë se si është hartuar, ka dështuar në mënyrën se si është negocuar, ka dështuar në termat në cilën ai përfaqëson në brendin e saj në mënyrën e të formuluarit. Është një dështim total i gjithë drafti, sepse e para nuk përfaqëson moralin e luftë ose e paqes, të paktën të 80 viteve të fundit, ku agresori penalizohet. Pra, ky është i miratuar, i ligjëruar në drejtën ndërkombëtare. Në kartën e OKB-s e tjera, agresioni është krim ndërkombëtar. Dhe agresori, në fund, përpara kartës OKB-s, që nga Gjermania, Japonia, Franca, Italia e tjera kanë marrë dënimin dhe kanë marrë sanksione në fund. E para, pra është jashtë këtij morali që ne kemi, që mishërohet në drejtën ndërkombëtare, duke legjitimuar ose duke favorizuar agresorin. E dyta, mënyra e negocimit është negociuar me rusët. Këtë sot kemi një kakofoni në administratën Trump në lidhje, por një gjë është, si përfaqësuesit demokrat dhe republikan në Senat kanë deklaruar, Rubio na ka thënë, është negociuar me rusët. E deklarojnë të dyja palë. Listë dëshirash ruse, ishte termi. Po, jo është negociuar sepse ka qenë përfaqësues i Rusisë. Dhe fakti që ne sot, dhe fakti që sot delegacioni amerikan ulet me delegacionin Ukrainas në Gjenev do të thotë që negociatat janë bërë përpara në Mar-a-Lago, në Florida. Pra, dhe e treta, mënyra e formulimit është një mishmash. Po ja të thema aty ka konflikte ligjore, po të marrë konfliktin e parë. Konflikti i Nenit 5. Aty garanton siguri. Nenit 5 të traktatit të Atlantikut Veriut. Aty garanton siguri. Që parashikon që nëse një shtet sulmohet, gjithë vendot antarë. Ai garanton sigurinë e Ukrainës në Nenin 5 kur thot Ukraina nuk mund të jetë pjesë e NATO-s. Neni 5 është vetëm për antarët e NATO-s. Nuk është për jo antarët e NATO-s. Do të merret si modele. E para, e dyta, po e marrim të dytën. Se na i ofruan dhe ne në kohën e luftës në 98, 99, na i ofruan dhe ne atë. E dyta, kufizimet nga pikpamja e forcave të armatosura dhe alianca vendosen ndaj agresorit. Në historinë e 100 viteve të fundit, këto kufizime nga pikpamja, kaq ushtri, jo alianca, jo topa, jo anije, jo këtë, janë vendosur Gjermanisë, Japonisë dhe Italisë. Agresorëve. Dhe pra nuk mund të funksionojë. Dhe e katërta që është më kryesorja, një marrëveshje e këtij lloji që është 32+2 faktikisht, sepse në fakt fut NATO-n, bëhen Ukrainën dhe Rusinë në lojë. Për shkak të marrëveshjeve që parashikon, një marrëveshje e tillë nuk mund të amnistojë krimin. Është e pamundur. Gjykata ndërkombëtare penale nuk mund të amnistojë për shkak të një marrëveshje që mund të bëjë. Don se ushtarak dhe flet si poet don kjo. Nuk mundet gjykata ndërkombëtare penale të amnistojë për shkak të një marrëveshje ku janë të përfshirë jo 32, po bëj dhe 64. Sepse gjykata ndërkombëtare penale punon me një bazë tjetër ligjore. Nuk funksionon. Profesori donte pastaj këtu diçka në këtë ligj, sa për do të pas parasysh pse sot është momenti më i favorshëm për Rusinë për të bërë marrëveshje paqe, sepse veç situatës në terren, është skandali i korrupsionit në Kiev, me përmarrëse shumë të mëdha, që ka dobësuar ndjeshëm ndikimin apo dashurinë, le të themi, të BE-s, të SBA-s, kaq i Zelenskit. Sepse miqtë e tij më të afërt kanë dalë të përfshirë në një skandal të madh korrupsioni, duke shpërdoruar para që Europa dhe SBA jepnin për ndihmë për ushtrinë dhe për të mbajtur ekonominë, ata e kanë shpërdoruar. Pra është një moment shumë delikat që çdo kush në Europë sot nuk është më aq i gatshëm për të dhënë para pafund për të financuar një sistem korruptiv si rezultoi ai qeverisë Zelenski. Kjo punë, ajo është e vërtetë që ka korrupsion, por duhet të kuptojmë që në momente të tilla historike, gjykimi ndaj personave të veçantë nuk ndikon në ndihmën apo në perceptimin ndaj një tragjedie të tillë kombëtare siç është në Ukrainë.
Do me thënë tani duhet jemi realistje. Ka dhe ca arsye shtetërore, E sepse kuptoj, nuk ka dim ndonjë arsye luftë shtetërore, doon nuk është që Zelenski se korrupsioni më i madh në luftë është bërë historikisht. Edhe vjedhje më të mëdha. Nivelin e ndihmës së ndaj Ukrainës e tjera, do me thënë. Profesor, është një nga vendet e mundshme përveç Ankaras ose Stambollit në Turqi dhe që është përmendur më shpesh përtej gatishmërisë së kryeministrit të atij vendi të Hungarisë, pra vendi i mundshëm i vazhdimit negociatave është Budapesti. A tregon kjo doon që një dështim të perëndimit edhe madje për të shkuar më tej edhe në një cinizëm dhe në një ironi, nëse kemi parasysh se 32 vjet më parë, po në Budapest, u nënshkrua një memorandum ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës u bën garanti i sovranitetit të Ukrainës, kur i thanë domun që dorëzoi testatat nukleare Kremlinit dhe ne do të mbrojmë. Qëra ndryshojnë. Ajo që është më paradoksale është që Hungaria është shteti i Bashkimit Evropian dhe ka një qëndrim, themi, më kategorik nga shtetet të tjera siç janë Estonia, Lituania apo themi Polonia, të cilët janë edhe sot e kësaj dite që flasim për një vazhdimin e mbështetjes së Ukrainës me logjistik, me armatime, me financa, për të qenë në gjendje për të vazhduar rezistencën e saj ndaj agresionit rus. Ndërsa Hungaria është në kaun tjetër. Po kështu brenda Bashkimit Evropian nuk ka një qëndrim të njësuar në raport me atë që duhet të ndodhë në raport me Rusinë. Spanja është ndryshe. Disa shtetet të cilët janë të varur energjetikisht, themi Austria e tjerë, kanë një qëndrim më të kujdesshëm. Pra, Bashkimit Evropian i mungon së kësaj dite një kompaktësi në qëndrimin e tij në raport me Rusinë. Pra, një mungesë kohezioni, që është një lajm i keq për Zelenskin, i cili priste që të kishim një qëndrim kompakt të vendosur të Bashkimit Evropian në raport me mbështetjen ndaj Ukrainës. Pra, përmendë Hungarina është par excellence një vend i cili është kontrapedal i Bashkimit Evropian në raport me qëndrimin ndaj Rusisë. Dhe nuk është qëndrim i tanishëm, por ka që në fillim të agresionit ka qenë një qëndrim i tillë i Hungarisë. Ndodhin në këto terma që janë në një farë mënyrë nuk janë një lajm i mirë, sepse për Ukrainën, e cila ka nevojë për një qëndrim unik, për mbështetje solide nga i gjithë Bashkimi Evropian. Siç thash, po ta shikosh dhe plani evropian është pak a shumë evaziv, nuk është më i qartë plani amerikan, në kuptimin pavarësisht se është më i alinuar në raport me pretendimet ruse, po është më mirë i artikuluar. Kurse plani evropian në një farë mënyrë reflekton edhe humorët e ndryshme brenda Unionit. Dhe prandaj edhe ky qëndrim evaziv Bashkimit Evropian e ka bërë që Europa të mos jetë më faktor kryesor. Deri dhe Zaporizhia nuk bien dakord. Zaporizhia është centrali nuklear që prodhon energji më i madh në Evropë. Dhe në planin evropian është që ajo i ngelet Ukrainës, por me mbikëqyrjen amerikane. Ndërkohë që në planin amerikan të ardhurat e prodhimit të energjisë janë 50 me 50, 50 për Ukrainën dhe 50 për Rusinë. Dhe aty më bëri përshkrim dhe përshkrimi shumë i detajuar që bëri generali, për duke diferencuar mirë atë që tha pushtim dhe aneksim, pra duhet bërë mirë diferencimi se ka shumë rëndësi kjo dhe aty bëhet fjalë për një 3-4 qytete që quhen qytete kështjella, të cilët janë në një farë mënyrë objekti kryesor i marrëveshjes, se kush do jetë fati i tyre. Janë një lloj habi në komunikimi ku qarkullon gjithë mallrat dhe gjithë. Ato janë edhe pjesa tampon, në një farë mënyrë që garanton dhe janë karokollët sigurinë e pjesës perëndimore të Ukrainës. Ai që më bëri përshtypje është, nëse keni dëgjuar deklaratën e Putinit, unë ndoqja direkt. Ai tha që më fjalë lehtë kuptonte që edhe aty pa ndonjë entuziazëm, natyrisht në stilin rus, që nuk tregon, tha që i vetmi plan
që mund të merret në konsiderat nga nesh plani amerikan. Edhe aty nuk tregojnë një entuziazëm, pra stili rusit luajturit për të mos më treguar interes. Dhe tha që në qoftë se, por tha jemi të bindur që kjo nuk do të pranohet nga Ukraina, dhe në një rast të tillë ne do të avancojmë, tha, dhe përmendi Kupianskun. Tha që ai pretendon që është futur në Kupiansk, forcat ukrainase, që jo, nuk është e vërtetë, ne vazhdojmë ta kontrollojmë. Pra ne tha po avancojmë, kemi avancuar në Kupiansk dhe brenda një kohë relativisht shkurtër do avancojmë edhe në pjesë të tjera. Natyrisht nuk e di ku e mbështet ai këtë arsyetim të tillë, po mesazhi që dha është që në rast se nuk pranohet marrëveshja jon, do të detyroheni pastaj të ulemi prapë, po me terma të reja, sepse ne do kemi avancuar në pjesë të tjera të Ukrainës. Tani, se kush është raporti i forcave, këtë e din më mirë generalet në terren, e din shërbimet sekrete, se sa do të jetë në gjendje Ukrainës, po futemi në periudhën e dimrit, një periudhë delikate. Fuqit rezistuese të Ukrainës, që është për të admiruar, sepse një shtet i tillë ka bërë një qendresë heroike, por këtu nuk bëhet fjalë vetëm për heroizëm, tashmë bëhet fjalë për mbështetje, që me sa duket Ukraina vështirë se do ta ketë. Qoftë nga Bashkimi Evropian, qoftë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës që janë të investuar për ta mbyllur me çdo kush, për atë arsye që unë thash, gjeopolitike, që nuk mund të lejojnë që Rusia të spostohet gjithmonë edhe tepër në aleancat lindore me Trump me Xi dhe në prill do shkojnë në Pekin. Kemi një ndryshim ose çka ka sjell ardhja e Trumpit në Shtëpinë e Bardhë, sepse pragmatizmi mos ka shkuar në skaj. Është e vërtetë. Dhe kemi një lënje të disa parimeve si lider i botës lirë. Trump ka bërë qartë që në fillim që kjo nuk është lufta jonë dhe po të isha unë president do të ndodhte kur lufta. Ai që thoni ju është e vërtetë, është ndryshuar tërësisht qasja dhe gjithçka është fokusuar tek një raport shumë i thjeshtë. Nëse doni armë, Europa të paguajë dhe ju blini armët tona, kur një ushtar amerikan nuk do të shkelë në Ukrainë për të qenë prezent atje, dhe kjo është qasja finale që Trump ka për të luftë. Dhe në këtë situatë, shpeshherë ai ka luajtur edhe me kërcënime publike, sepse është stili i tij të themi të bëjt politik. E kemi parë shpeshherë të ashpër me Rusinë, e kemi parë me Zelenskij gjëra shumë të ashpër për takimin e parë në muajin shkurt ku patëm ato skenat në Shtëpinë e Bardhë. Më tej ka dalë me një version tjetër ku thoshte që Ukraina mund të shkojë edhe përtej kufive për të avancuar, që duhet ishte një qasje shumë pro Kievit, por unë besoj që ky është në Kursk ku fut. Po pra, po pati një deklaratë. Edhe në vendin ku është bërë betejë më e madhe e tankeve në historinë e njerëzimit. Pati një deklaratë. Aty ku bë goditja e dytë staliniane. Që thoshte Trump që jo vetëm mund t'i marrë ato territore, por mund të shkojë edhe përtej këtyre territoreve. Por besoj që zoti Trump është e vërtetë ajo që u tha, dëshiron që kjo luftë mbarojë dhe ndaj ai ka patur dhe sot një komunikim me presidentin kinez, ka deklaruar që ka pranuar një ftesë për të qenë në muajin prill në Pekin dhe dëshiron të konfigurojë në një mënyrë tjetër të gjithë hartën e marrëdhënieve. Unë besoj që zoti Trump përgjegjësi politikës amerikane nuk i intereson shumë brendia e marrëveshjes. I intereson marrëveshja. Dhe qasja që marrëveshja në vetvete, pavarësisht rezultatit. Dhe qasja që Trump ka përgjithsisht në krizat ndryshme dhe vërtetuar kjo dhe tek rasti i Gazës e tjerë, është marrëveshja. Brendinë e marrëveshjes ai ka qenë i qartë është përgjegjësia e palëve. Nëse palët e gëlltisin, thonë kjo thojza. Dakord, marrëveshja në vetvete. Të mirë ose të keq. Marrëveshje për marrëveshje, por a mos tregohet do një lloj precedenti sepse kjo është mund të kemi rastin e Estonisë, mund të kemi rastin e Polonisë. Jo, mund të kemi rastin e Gjeorgjisë dhe Moldavisë. Edhe të Gjeorgjisë, edhe nga ana ushtarake, nuk po, por jam duke thënë doon për vende që janë anëtare të aleancës. Si Estonia apo Polonia. Atëherë do të detyrohet të zbatoj nenin 5. Ndoshta tek NATO besoj që qasja ka një tendencë për të parë strategjinë e Trumpit si një strategji të vijueshme, si një strategji të ndriçuar, është një strategji kaosi totale. Është kaos total. Marrim Ukrainën. E mbaroj për 24 orë, pastaj ndërtoj deklaroj që nuk duhet të dorëzoni gjithë territoret, bëj një plan paqe bisedime me rusët. Bashkimi Evropian ra kundra u të roq, pastaj vendosi të bëjë armë pushimin. Tani doli në një plan tjetër. Pra ne nuk kemi një strategji të presidencës Trump. Pse? Po si intereson brendia e marrëveshjes? Jo, ka një arsye. Kush janë mbrapa? E para, këshilltari i sigurisë kombëtare u largua.
E dyta, personi i cili negocion marrëveshjet, si në marrëveshjen e Gazës dhe në këtë marrëveshje, është një që nuk ka lidhje me diplomacinë. Nuk ka asnjë lidhje. I botës së real estate-it, është Ka sipërmarrës. asnjë lidhje. Dhe personal, sipërmarrës. S'ka asnjë lidhje. Dhe sa herë që ai i prish punët, fut Rubion për të rregulluar punët. Bën policinë e mirë. Dhe në Gaza, po e mban mend, u fut Rubio në fund, në përfundim, që vajti në Tel Aviv dhe bëri turin që filloi të rregullonte disa gjëra. Dhe në këtë rastin konkret, marrëveshjen e bën i dërguari special dhe në fund në Gjenev vete, pra kemi një situatë në të cilën presidenca Trump është në kaos. Dhe presidenti Trump është ajo që është e vërtet që nuk i intereson përmbajtja, i intereson vetëm të arrihet një marrëveshje, sepse qëllimi i tij është çmimi Nobel, por problemi është që jo çdo lloj marrëveshje, këtu nuk kemi të bëjmë me një marrëveshje real estate që humbe 1% apo humbe 2% në ndërtim. Kaq dollar metri katror. Kaq dollar metri katror. Kemi të bëjmë me fatet e ikombit të tërë. Kemi të bëjmë me një fatet e ikombit të tërë. Dhe po të shikojmë dhe deklarata e Zelenski duhet parë me shumë vëmendje. Jemi në dilemë të humbasim dinjitetin apo partnerin strategjik. Pra, partneri strategjik po na detyron të humbasim dinjitetin. Nuk ka partner që të detyron të humbasësh dinjitetin. Ai nuk quhet më partner. Partner mik quhet ai që të ruan dinjitetin. Jo ai që... Pra, dhe e dyta, po dalim jashtë sfondit ndërkombëtar të deritanishëm. Rusia ka shkelur protokollin e 94-s. Ka pushtuar territoret të Gjeorgjisë, ka pushtuar territoret të Moldavisë, ka pushtuar territoret të Ukrainës dhe nuk mund të jetë me një partner i besueshëm që në qoftë se unë bëj një marrëveshje. Përsëris tani në fund të emisionit të pyetjen që nuk mora përgjigje kur ishim aty në këmbë. Sa mund të rezistojë Ukraina? Aq sa rezistoi Vietnami, 14 vjet, 15 vjet. Shiko këtu, ajo që thashun që Vietnami kishte tjetër relief, tjetër gjeografi. Dakord. Kjo është stepa. Dakord, po gjithmonë është përshtatshmëria. Lufta nuk është shkencë, është art. Lufta nuk është shkencë, është art. Dhe arti është i adoptueshëm në mjete, në teren, në psikologji, pra është adopton. Dhe problemi që ndron që një komb e ka për detyrë të fitoj territorin e pushtuar ose të zhduket. Nuk ka rëndësi jetët njerëzore. Nuk ka rëndësi. Në asnjë betim ushtarakësh, nuk thuhet që do jap territore për të mbrojtur jetën. Thuhet do jap jetën për të mbrojtur territore. Prandaj nxitimi që ekziston në arenën ndërkombëtare në disa qarqe për të mbyllur sa më shpejt konfliktin është një nxitim i cili çon në gabim. Jo, lufta do të vazhdojë derisa Ukraina të fitojë. Qartë. Një koment të fundit? Unë besoj që Ukraina mund të shtyjë ta pranojë marrëveshjen me frikën se një marrëveshje e ardhshme mund të jetë më e keqe se kjo e sotme. Ky mund të jetë faktori kryesor. Dhe kështu ka ndodhur gjithnjë. Që frika që një marrëveshje që mund vijë mbas 6 muajsh apo mbas një viti mund të jetë më e keqe se kjo aktuale, dhe ky mund të jetë besoj një vektor kryesor që mund ta shtyjë për një marrëveshje duke pretenduar maksimalisht që të paktën këtyre 4-5 rajoneve të lërë një kornizë shtetërore, pra të ketë një status sigurisht prorus për këto rajone, për 20 apo për 30 vjet, pak a shumë një model si i Hong Kongut, ku u mbajt nga Britania për disa dekada dhe u kthye Kinës pastaj në fund fare. Ndoshta mund të jetë një përpjekje e fundit e kevit, por besoj do të shkojë drejt pranimit të një marrëveshje sepse parashikimet që të ketë një marrëveshje më të mirë se kaq janë afër zeros. Profesor? Jam dakord me gjithë këtë analizë që u bë këtu. Ndofta ka ardhur koha që në Ukraina të bëjë zgjedhjen. Sepse e para punës do të pyetur edhe populli i Ukrainës, si mendon ai, kush do jetë fati i negociatave, domethënë ç'po ndodh, është shprehje e vullnetit të qytetarëve të atij vendi, deri tash ka prevaluar ideja që jemi në luftë dhe nuk mund bëhen zgjedhje. Aty po flasin skandale, korrupsion, pra po gryen sistemet nga brenda. Kështu që nuk mund të kuptojmë ti mekanizmin demokratik. Ndofta duhet vënë lëvizje edhe kjo. Pra duhet i drejtohet popullit. Janë parashikuar mbas marrëveshjes zgjedhjet. Plani amerikan thotë megjithatë kjo në një farë mënyrë do t'i ridimensiononte edhe një herë. Pastaj se si do të jetë kjo, nëse është realiste, se duhet parë pavarësisht nga dëshira jonë ishte që të zbrazësh
zbrapsisht agresori. Dhe mundësisht kishim edhe ndryshim të regjimit në Rusi. Po real politika është real politika. Si ndikon kjo në rajon? Mund të bëhet precedent ndryshimi i kufive, Ky është rreziku më i madh. ekspansioni rus në drejt Ukrainës mund të konsiderohet, do të mund të trimëroj serbët për të trimëruar në Ballkan? Në rast se do legjitimohet, që unë shpresoj që jo, do legjitimohet aneksimi i territorëve të pushuara, atëherë është një lajm i keq edhe për Ballkanin, edhe për ne, përveç sepse Ballkani është komunikuese me është toksizmike, pra ndodhin këto inkursionet e tjera dhe pastaj mund të hyhet marrëveshje dhe mund merret si precedent në rast si Rus, që shiko tashmë ky është fakti, ne jemi këtu dhe hajde tashmë të arrim një marrëveshje mbi bazën e faktit që unë kam uzurpuar, kam aneksuar një territor. Efekti don ekspansioni rus në Evropë, duke zgjeruar territorin dhe influencën e saj në Evropë, ka pasur dhe si dëm kolateral ekspansionin serb në Ballkan. Sa më shumë shtrihej Rusia në Evropë, ashtu aq më shumë shtrihej dhe Serbia në Ballkan. Qëndrimi ambivalent dhe tërheqja, lënia e territoreve, e zonave të kontrolluara nga Rusia ka shkaktuar dhe shpërbërjen e Jugosllavisë ose ndryshe Serbisë së Madhe. Dy pikat e nxehta në Ballkan janë Bosnjë Hercegovina, Republika Srpske, edhe veri i Kosovës, që janë rrezatime në një farë mënyrë dhe asaj që ndodh në fronin lindor midis Rusisë dhe Ukrainës. Parimi është nëse do që të dështoj një propozim, bëjt e 2-3 propozime të tjera dhe që e vrasin. Okej, ky është emisioni për sot, rishjemi të anën tjetër. Natë e mirë të gjithëve.